Më dëgjoj, qëndrimet e nismës ju i dini, po besoj që janë të njohura dhe për opinionin e gjerë. Dhe unë jam e bindur që të gjitha subjektet politike, përveç, si të them, atë përgjegjësinë që e kanë për të kërkuar vot para qytetarëve të Republikës Kosovës, unë jam e bindur dhe duhet ta ndjej secili se përveç asaj që e kërkon votën dhe e merr votën, është tepër e rëndësishme që ta arsyetosh besimin qytetar apo atë vot që e ke marrë. Dhe arsyetimi për votën dhe besimin që e merr sigurisht që përshkallëzohet dhe ju takon subjekteve politike varësisht prej kapacitetit apo numrave të cilët i kanë në kuvend. Dhe për këtë pjesë, unë jam e bindur që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe e kuptojnë drejt dhe për te i saj, unë jam e bindur që edhe ata qytetarë të Republikës Kosovës të cilët nuk e kanë ditë sakt se si qëndron situata me subjektet politike në Kosovë, tani më për këta muaj janë në gjendje ta kuptojnë drejt dhe sakt se cila është situata. Jo në forma histerike që ta arsyetojnë veprimin dhe votën apo besimin qytetar, por duhet që t'jenë në gjendje të ulën, të diskutojnë, të japin ide, të shkëmbejnë ide njëra me tjetrën dhe të vinë deri te një zgjidhje e cila është në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe ju lutem, nëse ma lejoni, për hir të obligimit qytetar të Republikës Kosovës, unë dua t'ju them që subjektet politike në Republikën e Kosovës, duke filluar nga subjekti politik që ka dalë i pari në këto zgjedhje të 9 shkurtit, e deri të nisma socialdemokrate që jemi ne dhe që e përfaqësojmë qytetarin e Republikës Kosovës me 3 deputet në Parlamentin e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për ngritjen e çmimeve në Republikën e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për rrymen e cila për çdo ditë është në situata më kaotike të mundshme për Republikën e Kosovës, kemi obligim për shëndetësinë në Republikën e Kosovës. Kemi përgjegjësi edhe deri te librat të cilat kanë mu shpërnda për nxënësit në Republikën e Kosovës. Dhe për këtë pjesë t'jeni të bindur që nisma po mundohet me gjithë kapacitetin e saj, atë sa mundet dhe e ka mundësinë të jap maksimumin për të ndryshuar gjendjen në Republikën e Kosovës. Dhe ju e dini që kryetari Limaj është ulur për diskutuar me përfaqësuesit e subjekteve politike, me liderët në fakt të subjekteve politike, por deri me tani ju e keni pa që nuk ka një marrëveshje politike për të konstituuar kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe ju mandej për te i saj e dini dhe gjithë qytetarët e din që për muaj të tërë është linquar zoti Limaj për takimet i cili ka thënë që duhet të takohemi të diskutojmë për çështje të cilat janë në interes nacional dhe t'jeni të bindur që nuk ka momentalisht e nuk ka pas asnjëherë dhe nuk do të ketë tani e tutje debate dhe diskutime në interes nacional më shumë se sa siguria në Republikën e Kosovës, më shumë se sa arsimi në Republikën e Kosovës, më shumë se sa shëndetësia në Republikën e Kosovës, më shumë se sa çmimet apo gjendja ekonomike në Republikën e Kosovës dhe krejt këto dhe për hir të kësaj unë jam e bindur që liderët e subjekteve politike të cilët e kanë përgjegjësinë që të konstituojnë kuvendin e Republikës duhet ta gjejnë gatishmërinë dhe vullnetin dhe të ulën e ta konstituojnë apo ta arrisin një marrëveshje e cila sigurisht do të jetë në interes të Republikës Kosovës. Lideri Lima ju e dini që asnjëherë nuk është largu prej përgjegjësisë që duhet të takohemi me liderët e subjekteve politike dhe unë jam e bindur që ai kushdo që e fton për të diskutuar dhe për të takuar, zoti Limaj është i gatshëm që ta jep kontributin e tij. Nuk jam në informacion për këtë çështje. Por unë edhe jam e bindur që zoti Limaj takohet kushdo që edhe e ka vullnetin dhe gatishmërinë edhe të takohet edhe të jap kontributin e tij, edhe profesional, edhe politik, për ta konstituuar kuvendin dhe njëkohësisht për të krijuar dhe qeverinë e Republikës Kosovës. Ju falemnderit juve shumë.